Seanca e sotme e Këshillit të Komunës së Tetovës ishte në shenjë të mospajtimeve të këshilltarëve të PD-s-s me përmbajtjen e një materiali propagandues të ndërmarrjes publike komunale Tetova. Kush ka urdhëruar që të fotografohen fëmijët e vegjël 5 deri 7 vjeç? Këtu janë shqiptar, mund të jenë maqedonas rom pa marrë parasysh. Valla është ky keq përdorim dhe sipas ligjit ai dini se nuk fotografohen fëmijët. Mund të që gabim do që asë bërë në administrata. Me po përnazi do të pashtë edhe një krenarin do të që fëmi do të mëni shumë letare do të bëna ta. Ky material është dhënë vetëm në gjuhën maqedonase. Do me thamë, ndërmarrja publike nuk e ka parë të arsyeshme që një flet, një gjysmë flete ta përkthejë edhe në gjuhën shqipe. Kjo ka ndodhur kësaj herë, do të edhe atë që ka ndodhur në jashtë me pas do të kësaj telashe. Me po, pikërisht ka qenë do të portmërinë në Këshillin Komunal, portmërinë domethënë do të që është pas kjo do të. Ndërkaq me polemika u shoqërua edhe miratimi i raportit për shpenzimet e ndërmarrjes komunale gjatë vërshimeve të paradokoshme në komunë, në sumën rreth 2.355.000 denar. Në fakt, raporti i paraprin mospajtimeve të këshilltarëve të opozitës shqiptare, sipas të cilave ai duhet të ishte edhe në gjuhën shqipe, që po ashtu është në përdorim zyrtar dhe jo vetëm në maqedonisht, sikurse ju ishte dërguar këshilltarëve. Kjo bëri që kryesuesi të ndërpres seancën, derisa i njëjti raport nuk u përkthye edhe në shqip. Temë qendrore e mbledhjes së Këshillit Komunal ishte miratimi i ribalansit të buxhetit. Sipas kryesuesit të Këshillit Hisen Xhemaili, komunës këtë vit do t'i financohen projekte në vlerë rreth 1 milion euro. Kryesore ka qenë ribalansi i buxhetit, me çka, do të thonë ndryshimet janë në pjesën ku ka të bëjë me inkorporimin e tani më vendimeve të sjella nga ana e Agjencionit për Zhvillim Rural, me çka komunës së Tetovës i miratohen projekte në afërsi të afër 1 milion euro, me çka ata parashihen do të thonë në buxhetin e komunës, me çka mbas kësaj do të thonë do të vazhdojnë edhe procedurat për shpalljen e procedurave tenderike për realizimin e të njëjtëve. Bëhet fjalë për rrugën Shqipkovic-Brodec, do të thonë pjesën e rrugës Shqipkovic-Brodec, rruga Tetov-Banj, miratimi do të thonë i projektit për përpunimin e planeve detale urbanistike për Rrëqicën e Madhe, Rrëqicën e Vogël, Porojnë dhe Gjepçishtin.